Për 4 ditë me radhë, skena e qendrës kulturore dhe skena e teatrit Piro Xhoci në Pogradec do të mirëpres 7 trupa teatrore nga Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia e Veriut, të cilat sjellin për publikun më të vogël një seri shfaqjesh me tematikë të ndryshme dhe me mesazhe edukative. Qëllimi i festivalit është të mbajë gjallë një traditë të vjetër të qytetit, që i ka dhënë gjithmonë hapësirë artit për fëmijë, por edhe të nxjisë bashkëpunimin dhe shkëmbimin kulturor mes trupave pjesëmarrëse. Është një festival i shumë pritur sigurisht nga veçanërisht nga fëmijët e qytetit dhe ne jemi përpjekur që me të gjitha trupat pjesëmarrëse të rakordojmë në mënyrë që shfaqjet të jenë të bukura, të jenë me mesazhe të bukura për fëmijët dhe sigurisht të jenë edhe edukuese për ta. Ne jemi përpjekur që këtë vit, si të thosh, të fokusohemi tek largimi i fëmijëve nga teknologjia dhe afrimi tyre tek sallat, tek koncertet, tek aktivitetet rinore, aktivitetet fëminore, të cilat i bëjnë dhe më të gjallë dhe më të vlefshëm dhe sigurisht për jetën e tyre. Në festival marrin pjesë trupa të njohura nga Elbasani, Vlora, Korçë dhe Berati. Për shumë nga regjisorët, ky është një moment takimi me publikun e vogël, që vlerësohet si më i sinqerti dhe më kërkuesi në shfaqje. Korçë këtë vit është me një shfaqje e cila titullohet Çipkot, është një shfaqje me regji dhe përshtatje të Klaj Dymerit dhe Aurora Qazimit. Bëhet fjalë për një udhëtim imagjinar të një vajze të vogël e cila quhet Klea. Atje takon disa miq dhe me ndihmën e të cilëve ajo arrin t'ia dalë mban. Mesazhi që ne duam të përcjellim me këtë shfaqje është që gjithmonë duhet të provojmë, sepse vetëm atëherë mund ta kuptojmë nëse ne mund t'ia dalim mban ose jo. Shfaqja është një pjesë e një teatri të thjeshtë tavoline. E zgjodha këtë pikërisht për teatrin e vogël të Pogradecit. Është era e dytë mbas rregullimit që unë marr pjesë te skena e re e teatrit të kukullave. Titullohet Patat punëtore. Edhe pse teknologjia ka krijuar një lidhje të fortë me fëmijët, organizatorët dhe regjisorët e shfaqjeve besojnë se teatri mbetet një formë magjike për të afruar të vegjëlit me artin, përmes tregimeve që edukojnë, emocionojnë dhe argëtojnë. Teatri i kukullave nuk vdes kur. Dhe fëmijët sato të dhënë të jenë mas teknologjisë, gjithmonë vinë edhe janë shumë pjesëmarrës, shumë dashamirës, shumë neve i kemi spektatorët më special fëmijët, sepse ata dihet që vinë bashkë me prindërit ose me gjyshet në teatr dhe për ne spektatori, domethënë fëmijët janë spektatori më special, më i dashur. Festivali Xinxhi Filo mbetet një nga ngjarjet më të veçanta kulturore të qytetit të Pogradecit, edhe çdo vit sjell risi në përmbajtje, formë dhe pjesëmarrje. Ai është një dëshmi e gjallë se arti për fëmijë mund të jetë i pasur, i vërtetë dhe i dashur, kur frymëzohet nga dashuria për publikun më të pastër.